Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot është dita e mërkur I 9 Rabiu Thani vitit 1447 nga hijreti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jetetor vitit 2025, respektivisht 140 ditë I kemi deri në Ramazan. Në këtë ditë dua t'i jap para jush disa porosi. E para, kemi ajetin kuranor ku Allahu Dhu Xhelal përshkruan qëndrimin e ateistëve që nga ajo kohë, I cili qëndrim është I njëjti edhe sot. Thot Allahu Dhu Xhelal në surën Jathia: "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Jeta e kësaj bote, thënë ata, nuk është gjë tjetër përveç se të vdesim edhe të lindim. E neve na shkatron koha. Do thot vjen koha me vdekje dhe vdesim, po vdekja domethënë është prej kohës dhe pleqnisë, jo prej diçka tjetër. Andaj Imam Ibn Kaimi rahimullahu taala duke komentuar këtë ajet kuranor I jep këtë këshill dhe thotë kështu: këta njerëz, ateistat, refuzuesit e besimit, I kundërshtuan dy gjëra të mëdha me këtë qëndrim. E para, e kundërshtuan ringjalljen, botën e ahiretit dhe e kufizuan jetën këtë dynja vetëm. Dhe e dyta, ata atribuan vdekjen dhe jetën kohës e jo Allahut subhanahu wa taala. Të dyjat janë shkaqe të mëdha për mosbesim, për kufër, për ateizëm dhe për dalje nga feja Allahut subhanahu wa taala. E mesazhi I sotit është ajo që ne ka dhënë si këshill Imam Ibn Abdul Barri rahimahullahu taala, I cili vjen nga Andaluzia. Ai thotë kështu: mëkatet asgjësohen nga sprovat, vështirësitë, dhimbjet, smundjet. Dhe kjo mesele është me konsenzus të dietarëve. Pra çdo që na ndodh për të këqijave në jetën tonë, neve si besimtar është shkak për më na zgjësu gjunahet tona dhe më na u paksu ato dhe më na ushly tërësisht ato. Do thot na jemi në vjesht dhe haprojmë dal nga dal drejt dimrit. Estina e dimrit fillon me 1 Rexhep viti 1447 apo 21 dhjetor viti 2025, që do thot edhe 88 dytë I kemi derisa të hinë sina e dimrit. Dhe për fund, besimi I thellë në Allahun e Madhreshëm është arma më e madhe të cilën e posëdon njeriu në jetën e kësaj bote. Këtë çka don me arrit me besim se Allahu ka me të ndihmu, Allahu ka me të letu, e arrin inshallah taala. Andaj mos e humb këtë armë, se të duhet vazhdimisht mu ballafaqohu me provat e jetës dhe me peripeci që të pengojnë në arritjen e qëllimeve tuaja. Allahu I pranoft adhurimet dhe lutjet tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.